Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes me shumë përzemërsi, duke uruar dhe shpresuar që kjo ditë t'ju fal shumë çka në mbarsinë e saj. Kur një artist arrin të shpalos veprat e tij përpara të tjerëve, do të thotë që ato janë maturuar. E nëse një artist i ri arrin të japin produkte të tilla, do të thotë që ai ec në hapat e rrugës së tij të artit. Sot un kam të ftuar në këtë studio dy artiste. Është Piktoria Nerida Curri. Mirëmëngjes Neri, mirë se ke ardhur. Sot je mentore në këtë raport e një piktoreje të vogël, 12 vjeçare, Isra Shpuza. Mirëmëngjes Isra, mirë se ke ardhur në Mirëmëngjes Shkodër. Mirëmëngjes. Ajo që më bën përshtypje edhe që je zgjuar besoj me një ndjesi të veçantë është se sot ti hap ekspozitën tënde personale në një nga sallat e bibliotekës Marin Barleti. Apo jo? Po. Besoj se ke disa ndjesi të veçanta, emocionuese. Më shumë gëzim. Si? Më shumë gëzim. Gëzim. Natyrisht sepse ke punuar, besoj shumë. Po mirë, çfarë është kjo ekspozitë? Atëherë, ekspozita është është ekspozita parë që vajza Isra hap. Ka paka shumë një vit, që ose ta marrin me ekspozitën e vjetshme. E vjetshme, dy vajza. Ashley dhe Celi. Po, Ashley dhe Celvela. Cilat i përshëndes shumë. Dhe me sa pash në programin, në radhën e programeve, janë fiks këto ditë. Bravo, janë fiks në këto kohë, pas ka kenë ky muaj më duket kështu, vetëm për ekspozita. Është një ekspozitë pikture? Po, ekspozitë pikture, po varësisht se ka disa lloje zhanresh të pikturës, si vizatimi, peizazhi, në natyra qetë ka. Domethënë është një përmbledhje e krejt punimeve të Isrës që ka bë gjatë një viti punë. Dhe është më shumë si ekspozitë prezantuese për te, sepse është hera parë. Sa punime do të ketë ekspozita jote e parë, Isra? 24. 24 punime, që do të thotë në çdo muaj ti ke realizuar 2. Nëse e marri me matematikë, po ti ndoshta ke punuar edhe më shumë, ke të tjera që i ke lënë për një herë tjetër, nuk e di si është kjo ritmike e ecjes tënde me pikturën. Pikturon çdo ditë? Po, kam shumë qejf të piktore dhe të vizatoj për çdo ditë, sepse më jep edhe kuraj që të vazhdoj edhe praktikohem shumë. Pikturën e ke si shlodhje, si arktim, si pasion, apo ka filluar që të bëhet paksa dhe si detyrim, sepse kur i hyn një rrugë, pastaj edhe angazhohesh? Unë kam shumë qejf, e kam pasur qejf qysh e vogël, që të vizatoja dhe të çlodhesha, të argëtohesha në të njëjtën kohë. Të kujtohen se çfarë vizatime shke bë për shembull që në hershmërinë tënde? Kur kam qenë e vogël, vizatoja shumë vajza, por kam filluar të vizatoj më shumë peizazhe, edhe të piktore me penela lloje ndryshme bojnash. Një ditë ti u takove me piktoren Nerida Curri, Neri, mësuese Neri. Si është si ishte ky takim dhe çfarë të këshilloi ose të drejtoi mentoria jote? Pak emocionuese, se do të takohesha me mësuesen time për herë të parë, por ajo më këshillote për shumë gjëra, edhe ajo më jepte shumë kuraj që të vazhdosha. Çfarë keni vënë re tek Isra, Neri? Isra, ndoshta për fëmijëve të tjerë, është më shumë e fokusuar tek vizatimet e bardhëzi.
Gjë që është shumë e veçantë dhe shumë ndryshe për moshën e saj. Se zakonisht kanë qejf të ngjyrat, sidomos të ngjyrat roz, ngjyrat roz të bardha të kuqe, si kanë qejf fëmijët e moshës saj. Ndërsa kjo është krejt e kundërta, ka qejf më shumë vizatimet me laps, bardhëzi, karbon me këto. Edhe kjo bën më të veçantë, ndoshta është edhe natyra e saj pak më e mbledhur, më e qetë. Edhe transmeton edhe në punime këtë. Në studio ka sjellë disa nga punimet e saj. Të shohim pikërisht një nga këto punime të realizuara. Është një portret, po? Po, i mbretëresh të Utës, si mbretëresha par ilire, e kam bërë që ishin në prag të festave të nëntorit, për të treguar që edhe gratë janë shumë të forta dhe mund të dheqin shumë mirë. Je frymzuar pikërisht nga ky portret, ke marrë pjesë diku në një konkurs me këtë punim? Po, kam marrë pjesë. Ku? Në çfarë? Konkursin e ministrisë? Po, konkursi i Ministrisë të Arsimit që ka shpall për gjitha shkollat nëntëvjeçare, më duket. Po, pret që të vlerësohesh apo rëndësi ka që të marrësh pjesë? Mezi pres të vlerësohem, edhe do të dëshiroj shumë të fitoja. Sa bukur. Ndoshta kjo është ajo dëshirë që në fëmijëni të shtyn, të prezantohesh, të tregosh shumë çfarë ke bë, punimet tuaja, gjë që sot do të shpalosen të gjitha. E si zgjodhe këto punime? Sepse ti mund të kesh edhe të tjera, po i ke zgjedhur disa, 24 prej tyre. I kam zgjedhur ato që më dukshin më të përshtatshme dhe që më pëlqenin më shumë. Të ka ndihmuar në këtë përzgjedhje mësuese Neri? Të ka dhënë dikush mendim që ja po zgjedh edhe këtë, apo është totalisht përzgjedhja jote? Më shumë përzgjedhjet e mia, por mami im dhe mësuese Neri më jepnin vërejtje për të rregulluar gjëra, edhe duhet i falenderoj shumë. Gjë shumë e bukur, ky bashkëpunim, Gjithmonë edhe mamat gjithmonë janë më kritikuese këtë pjesë, edhe mundohen me kënd sa më perfekte çdo gjë. Për çfarë ke pikturuar? Do të thotë çfarë temash ose çfarë vështrimesh i ke pa pikturën tënde? Për shembull, ke pikturuar në gjininë e portretit, portretin e mbretëreshës të Ut. Çfarë ke pikturuar? Çfarë do të shohin vizitorët sot në ekspozitën tënde? Peizazhe të bukura dhe të thjeshta, edhe piktura abstrakte. Ua, po sa interesante, pikturat abstrakte. Çfarë do të thotë për ty piktura abstrakte? Që mund të jepsh idenë tënde, edhe nëse gabon, gjithsesi ajo do duk shumë bukur. E shpjegojmë kështu me fjalë tamam qarta për shikuesit. Po, vërtet kaq e sinqert dhe kaq e qartë më bën përshtypje sepse këtu kam përsëri një tjetër realizim tënden, një pikturë tjetër. Mund të ma shpjegosh këtë? Kjo është një pikturë abstrakte që e kam paraqitur për marrëdhënien e mirë që duhet të kenë njerëzit me njëri tjetrin. Jeta është plot sfida dhe ngjyra dhe nëse i bëjmë së bashku, ne mund t'ja dalim më së miri. Sa bukur. Një mesazh i mrekullueshëm. Dhe ke paraqitur këtu dy personazhe. Kush mendon se mund të jenë? Personazhe imagjinare më shumë. Imagjinare, një i rritur dhe një i vogël, një fëmijë. Dhe nëse ata, domethënë, janë gjithmonë mirëkuptues dhe në paqe me njëri tjetrin, shprehin një mesazh mjaft të bukur. Ke përdorur disa ngjyra. Mund të më shpjegosh pse ke përdorur këtë ngjyra? Por jeta është plot ngjyra të bukura, për mendimin tim. Edhe ne tregojmë shumë ndjenja të ndryshme, si për shembull, nëse jemi të mërzitur, të qeshur, të lodhur. E prandaj kam zgjedhur kaq shumë ngjyra. Pra, në këtë punim ti ke dhënë një spektër të ndjesive të shprehura me ngjyra të ndryshme, apo jo? Po. Shumë bukur, Isra. Ishte ide jotja kjo, apo je mbështetur diku, të kanë sugjeruar? Për ngjyrat
mi ka sugjeruar mësësëneri, Po, por pjesa tjetër ishte ideja ime. jashtëzakonisht bukur. Jashtëzakonisht bukur. Si linte këti një punim, Isra? Kur më pëlqen shumë ideja dhe që më sugjerojnë edhe ide të tjera shumë bukura që me hinë në stilin tim edhe me përshtaten, më bën që të realizoj. Shkon me njëherë tek dhoma jote, fillon të bësh disa skica, Nerida, si mund të karakterizohet piktura e Isrës? Piktura e Isrës, unë faktikisht Isrën jam mundu shumë me përfshinë në disa lloje, me lidh më shumë edhe me pjesë të tjera të pikturës, jo vetëm me pjesën bardhëzi si thome. Edhe kja ka i herë nuk na ka pëlqy, se i na më shumë te ky zhanër, por mendoj që Isra është vajzë që kërkon, punon, pyet, edhe mu pëlqen shumë kur pyesin, se sa me thonë, po e di, në fund me bëh lamsh, edhe e karakterizon, mund të thamë, qetësia saj, edhe që më ndëgjon shumë. Jashtëzakonisht bukur. Mirë, që të realizosh një pikturë të tillë, një punim të tillë, duhet të mësosh edhe teknikën. Po. Unë për shembull që nuk di teknika, them, ua, sa bukur si ka arrit. Ky është në teknikën e akrilikut. Si ke përgatitur ti ngjyrat, si ke vendosur, çfarë do të thotë, si vizatohet me akrilik? Me akrilik kam qef shumë të luaj me ngjyrat i bashkoj, edhe ndonjëherë formulën që më pëlqen shumë që më ka dalur ngjyra perfekte, atë mundon të ruaj në kujtesë sa më mirë. Si për shembull, këtë ngjyrë isha duke munduar të krijoj një pikturë tjetër, por më doli ngjyra gabim, edhe më pëlqej shumë si ngjyrë edhe përdora këto. Këtu e ke vendosur se e kaltra, diku më thellë, diku më e hapur. Në një farë mënyrë është si një ngjyrë e sinqeritetit, e pastërtisë, e vlerësisë. Prandaj është shumë funksionale, do të thotë që e shpreh më së miri idenë që ke pasur, apo jo? Sepse ngjyra natyrisht nuk mund të mbasa dhe mund, po besoj se gjithmonë është në funksion të idesë, apo jo? Po. Më trego pak sa nga përvoja tuaja me teknikat. Mësuese Nerida tha që në teknikën e vizatimit bardhëzi, Isra gjen shumë veten, por edhe tek të tjerat. Po. Pak më shumë anojmë të bardhëzia, pak më shumë. Kurse në peizazhe i ka fillimi pak zilie, nuk më pëlqen të bëj, por kur mësohem edhe kur e shoh që do të më dali shumë bukur, unë gëzojmë shumë e mundohem të përfundoj sa më shpejt. Me vete ke sill edhe një peizazh që e ke realizuar vetë. Më trego pak sa historinë e këtij peizazhi, çfarë paraqet ky peizazh dhe si lindi ideja për të realizuar? Unë në fakt isha në liçenin e Shkodrës, edhe isha duke parë gjallësa që jetojnë në të. Edhe më erdhi ideja që të vizatoja këtë rosakon. Unë e kam piktuar, sepse ne kemi një liçen shumë të bukur, ne shkodranët, dhe duhet ta mbajmë shumë mirë, se nëse ne tregojmë kujdes për liçenin, ne tregojmë edhe kujdes për gjallësat që jetojnë në të. Sa bukur. Me siguri burimi i frymëzimit në këtë rast që është natyra, është liçeni i Shkodrës, do të jetë edhe në vazhdimsinë tënde, apo jo? Ke përdorur disa ngjyra që lidhet me thellësinë e ujit, me ngjyrat e rosakut. Si e ke realizuar? Me anë të fotove dhe të ndihmës të teknikave shumë të ndryshme që mi ka mësuar mësësëneri. Sa e bukur dhe e thjeshtë apo e vështirë, sepse të gjitha qëndrojnë në anën e balancimit të një peshore ku realizohet një punim. Është të mësosh fëmijëve teknikat e vizatimit. Është e vështirë sepse shumica nuk i kuptojnë, sepse ka një moshë nuk kuptojnë ndoshta edhe atë që ti thu.
edhe mundohem ja shpjegu me fjalë tjera. Zakonisht fëmijët janë mësuar me këto ngjyrat drunit, ujit, edhe është pak e vështirë në momentin kur hin, si të thamë ty, si një botë tre. Pra, njef ngjyra të reja, njef teknika të reja, njef lloje ngjyrash të reja. Gjatë kombinimit dalin nuanca të ndryshme, normal. Sidomos akriliku do të thonë t'jep mundësinë që me eksploru me ngjyrën. Bile unë shumë herë ju tham gjithëve, jo vetëm Isrës, që edhe një letër të keqe eksploroni ju vetë, studione ose si ta tham, studione ngjyrën. Gjeni ngjyra të reja, sepse një ngjyrë e bën edhe më të larmishme atë që ti den me tregu. Deri tani keni mbërritur tek teknika e vizatimit, bardhëzi, teknika e akrilikut. Mendoni që të hedhni hapa të tjera në teknikën e vajit? Patjetër, bile unë edhe para 2-3 ditë që thash, Isra kryem ekspozitën mësuese dhe do të shohim edhe pak vajin. Se ta kena si ide si jashtë. Gja interesante, me zi shëpret, apo jo? Mirë, ne u ndalëm në këto punime që na ke sjell. Çfarë tjetër ka ekspozita jote, Isra? Ka shumë piktura të larmishme, por disa nga atyre që më pëlqejnë më shumë janë ato me lule. Me lule? Se lule kanë kaq shumë aromë të bukura, kaq shumë larmi ngjyrash dhe llojesh, e më japin shumë frymëzim. Lulet e ke zgjedhur nga natyra e Shkodrës, apo ke marrë edhe foto të ndryshme dhe i ke sjell në pikturë? Kam marrë edhe foto të ndryshme, por më shumë i kam parë gjatë udhëtimeve të ndryshme që kam pasur. Edhe jam menduar që ti pikturoja sa më mirë, e kaq shumë bukur që të mundesha. Sa rëndësishme është që një piktor i ri, një fëmijë në këtë rast, të marrë frymëzimin vet nga një ndjesi që e takon, e prek, e ndjen. Ky është problemi kryesor, faktikisht, që ndodh me tan fëmijët, sepse nuk dinë çfarë dojnë, ose nuk dinë çfarë me kërku, ose kur ju tham për shembull për një temë të lirë, nuk dinë, domethënë mesin. E kanë më të thjesht, ose sa të është edhe interneti, e kanë më të thjesht, ndoshta më të gatshme, ose hajtë se po i marr po e shoh se më pëlqen kjo pikturë. Por që normal nuk është gjithmonë kjo gjë e mirë, sepse nuk të lën ty vetë me arrit, me njoft, edhe në radhë par atë që ti den. Në rastin e Isrës kemi shumë ndjesi të drejtë për drejta. Ja, për shembull, këto punime që ka sjell janë frymëzime të drejtë për drejta të saj. Absolutisht. Kjo është shumë e rëndësishme, apo jo? Kjo është kryesorja. Domethënë nuk është se e merr se zban një gjë shabllon për diku dhe hajt pa kopjoj. Bile unë ju kam thënë edhe kur bëjmë kështu, ju kam thënë që gjithsesi ju mund të futni prej vetit, prej shpirtit tuaj mund të futni edhe gjëra të tjera. Nëse pikturë si rrin mirë, absolutisht që ka vend për me fut edhe njësi tuaja personale. Sot je zgjuar e gëzuar, siç më the, apo edhe emocionuar. Edhe emocionuar. E ke ndruar prej kohësh një realizim të tillë që të hapësh një ekspozitë? Si erdhi kjo ekspozitë? Ta propozoi mësuesja, ishte dëshira jote, e prindërve, si? Ma propozoi mësuesja, por kur ma tregoi isha shumë e gëzuar dhe mezi pritësha për ta realizoja sa më mirë dhe të shfaqja talentin tim. Ke shkuar, i ke vendosur apo do t'i vendosësh pak më vonë punimet në sallën e bibliotekës? Do t'i vendosim pak më vonë. Isra, ti je nxënëse në shkollën ABC-n e Kilezha. ABC-n e Kilezha në klasën e 6. Me sa shoh ke një hapësirë për të njohur, për të ditur shumë. Me mësime besoj se shkon? Po. Mirë. Apo shumë mirë. Shumë mirë. Shumë mirë. Si arrin që edhe mësimet ti mësosh shumë mirë, edhe pikturën të realizosh shumë mirë? Unë mundohem që të kuptoj mësimi shumë mirë në klasë, kur ma shpjegon mësuesja, dhe nëse kuptoj sa më mirë, unë mund të realizoj dhe detyrat sa më shpejt. Po ato të klasës e të shkollës e din që ti pikturon? Po. Pse?
Ke dhënë ndonjë pikturë në klas apo në shkollë? Kam filluar që she vogël në orën e alfamorit të vizatoja, edhe gjithmonë më thotë mësuesja sa bukur e ke bërë, sa mirë e pas ke bërë, ua, duke më thënë të gjithë. Edhe për kësaj gjë kam filluar të kuptonin që vetë kisha talent. Kështu që ti je piktoria e klasës, apo ka dhe të tjerë? Ka dhe të tjerë. Po ti je mes këtyre, je para në klasë që ke hap një ekspozit. Po. Dhe kjo sot të bën të ndjesh shumë mirë. Si do të organizoni ekspozitën? Do ta organizojmë me qërostje, me determination. Sa bujar, shumë mirë. Po gjë e mirë është sepse aty janë shpërndarë disa ftesa. Po, disa tjetër. Do t'jenë shokët, shoqet, kush do t'jetë, si e mendon ti? Do t'jetë plot me njerëz, prej shkollës sime, prej familjes sime dhe prej shoqërisë. Do t'japësh intervista. Si kjo sot me e ke fillu në radio. Mirë. Mësuese Neri më tha që do ta vazhdojmë pikturën. Do të kesh edhe teknika të tjera si e vajit. Sa gjana të bukura, masë mësuese Neri të mëson edhe grafikën, përderisa të pëlqen të vizatosh Bardhëzi, sepse mësuese Neri është një grafiste shumë e zonja. Çfarë të jep pikërisht realizimi i kësaj ekspozite? Çfarë besimi në vete? Më jep shumë besim në vete që mund të jarri gjithçka që kam dëshirë vetë dhe që mund t'i realizoj sa më mirë. I ke të vendosura në dhomën tënde, në shtëpinë tënde disa nga punimet, apo më vonë do t'i vendosësh? Po, i kam disa të vendosura në dhomën time, në mur, ato që më kanë pëlqyer më shumë dhe që më shkojnë stilit të dhomës time. Stilit të dhomës time. Do t'i kombinojmë ambientin për Natyrisht, syri i artistit është kritik dhe delikat këtë pjesë normal. Gjë e bukur shumë. Mirë, mësuese Nerida, natyrisht si mentore Istrës, por edhe shumë fëmijëve, sepse ju keni realizuar ekspozita me fëmijët të cilët i drejtoni dhe keni në vëmendje. Besoj se ndjeni një farë kënaqësi apo jo? Normal, tham që ja, me thanë normal që nuk tha vërtetë, normal që po, kur shef që një nxënësi joti po hell një hap të madh në fushën e pikturës, normal që është kënaqësi për secilin mësues. Do ta vazhdoni përsëri me ekspozita të tjera? Patjetër, kjo është vetëm fillimi, besoj, për Istrën, sepse kjo vetë edhe nëse nuk e kam mendur për i gjallë, ma kujton vetë, ma thot vetë edhe është insistuese për atë gjallë që ka dhënë. Uroj që kjo ekspozit të jetë një hap i parë, po shumë i bukur, që të t'japin një ritëm akoma më të madh në realizimin e dëshirës dhe të ëndrrës tënde për të pikturuar. Faleminderit. Patjetër, është edhe një shtys, besoj. Një shtys për me ecë më shumë. Po. Besoj se sot do të kënaqësh të gjithë dhe këtë ta uroj me gjithë zemër. Kur një dëshirë realizohet, besoj se ajo të nxit për dëshira të tjera. Shumë suksese të uroj, Isra, dhe të falenderoj që ishit sot në Mirëmëngjes Shkodër. Faleminderit. Piktores Nerida Curi, do t'i uroja mbarësi në të gjitha drejtimet, edhe si mentore, edhe si piktore, por edhe si një nën që pret të sjell në jetë krahas djalit që ka e pas në jetë edhe një vajzë të bukur. Ju falenderoj që ishit sot. Edhe një gjatë fundit kisha, do thënë ekspozita është te biblioteka sot në orën 4:30. Në orën 16:30. Bravo, masdite, edhe i ftoj tanë ata edhe që nuk na njohin, pra krejt dashamirësit e artit që ndoshta dojnë me kalu dhe një masdite ndryshe, shumë bukur, masdite më speciale, më të veçantë, vinë edhe ta shohin dhe pse jo me përkra shumë artistat e vegjël, po them. Sot në bibliotekën Marin Barleti, në orën 16:30,
hapet ekspozita e piktorës 12 vjeçare Isra Shpuza. Suksese! Dhe faleminderit që ishit sot në Faleminderit Mëngjes shumë, ju Shkodër. gjithmonë na Faleminderit ju që erdhët. Faleminderit.